Të gjithë janë të bindur që mjeti të vret është vdekje prurës. Dhe ne kemi pasur raste edhe aksidente tepër tragjike me 4-5 persona në botë që kanë humbur jetën, familje që janë shuar në ngjarje. Prandaj nuk mund të themi se ne jemi në etapat e para dhe si do bëhet. Duhet të ndërgjegjësohet duhet të rritur edukata qytetare është për mua është primarja, se mbetemi rrugët janë, makinat janë, çdo drejtues i mjetit, se s'kesh vetëm edukata qytetare, po policia këtu në këtë drejtim mendoj se është shkaku kryesor. E qartë, Luzi, ndërkaq shumë ekspertë të fushës tuaj flasin pra pas çdo tragjedie që ndodh në rrugët e Shqipërisë dhe vetëm, por kemi parë që askush nuk mban përgjegjësi. Kush duhet të jap dorëheqjen pas këtyre tragjedive që ndodhin në Shqipëri? Më falni, po ju nuk dini kush e drejton, kush është ai kryetari i sigurisë rrugore në Republikën e Shqipërisë. Nuk ma ktheni këtë përgjigje. Nëse dim kush e drejton këtë komitet. Kur është mbledhur ky komitet? Po të kërkoni në këto rrjetet sociale dhe LGBT-n, do të gjeni që është mbledhur në vitin 1994, 95, 96, dhe më mbrapa nuk është mbledhur më. Sa kanë vdekur që atëherë deri më sot. Nuk e them për politikë, po e them për statistikë. Po, patjetër. Nuk është. Pra, nëse nuk funksionojnë të gjitha hallkat e shtetit, ne mbetemi vetëm policia. Policia është një xhandar në rrugë, që të del në rrugë dhe të pret gjobë. Dhe shpesh ne flasim për policin llafet nga më të rëndomta. Në fakt ai bën një kontroll. Ai është vetëm një mekanizëm që funksionon në sigurinë rrugore. Ky mekanizëm i vetëm nuk jep rezultat. Sepse ajo është një infrastrukturë e tërë që nga rruga, që nga sinjalizimet e mjetet e drejtuesi i mjetit, edukata qytetare, janë të gjitha këto që bashkërendohen. Dhe në fund është dëshkimi. Dëshkimi është hallka e fundit e zinxhirit. E qartë, por për gjitha këto tragjedi që ndodhin dhe për ato që ju thatë zot Luzi, çfarë vlere kanë kamerat, radarët dhe kontrollet në rrugët e Shqipërisë? Vetë kuptohet, dëgjohet tani. Ato janë format e policisë dhe policia që i kanë në literaturat e tyre. Ky janë format klasike të shërbimit policor. Njëra është ajo me patrullim ku policia është i turpshëm, dhe tjetra është ajo që komuniteti e di që në këtë sektor ka policë, por ai është i padukshëm. Dhe përsëri vlera është njësoj. Të dy ata të marrin mund të jenë mund të kenë efikasitetin e tyre në lidhje me këtë drejtim. Qartë. Zotë Luzi, për ta përmbyllur temën e parë dhe për të kaluar më pas tek tema e dytë, pyetja ime e fundit është se në Shqipëri, pra në vendin tonë, merren patenta pa merite dhe me lek në dorë, kemi dëgjuar shpesh raste si këto. Edhe kaluar koha kjo nuk ka më një uri në kontekstin e urisë, nuk ka më uri për pajisje me le drejtimi. Vinë gradualisht. Po themi që mosha ime që apo edhe deri në 18-20 vjeç, pjesa përmuese e tyre janë të pajisur me leje drejtimi. Nuk vjen dot njeri. Dhe marrja e lejës drejtimit është duke ju nënshtruar një provimi. Ky provimi për mua është i rregullt, shumë i rregullt, sepse shikojmë dhe në seriozitetin që marrin njerëzit tan kur vjen. Që nga fëmijët e niprit, se na bën niprit tani për të marrë patentën. Jo më neve që për fëmijët tan kanë të gjithë patentë. Pra, shikojmë veprimet që kryen këta njerëz. Nuk mund të themi. Mua më duket se ka ikur koha kësaj, jo marrë patentën kështu, ka kaluar koha e asaj. Merrej patenta aty, po tani është në luftë, do t'i nënshtrohesh provimit, do t'i nënshtrohesh autoshkollës. Por ka vend për të përmirësuar, ka specialistët e autoshkollave dhe të kësaj të flasin, se ne pastaj bëhemi një listë, çdo gjë do t'i gjejmë atë anën e keqe në çdo moment. Nuk ne shikojmë progres ka. A do arrijë përsosmëria nuk arrihet kurrë. Ne do vemi drejt saj, po nuk arrihet. Qartë, mirë zoti Luzi, për të kaluar tek tema e dytë, ndjekemi një sër do rikthehemi së bashku.
Rrugët e Shqipërisë, veçanërisht ato jashtë qendrave urbane, janë të njohura për gjendjen e tyre të rëndë. Gropa dhe dëmtimet të shumta janë një fenomen i përditshëm që nuk ka mundur të zgjedhet për vite me radhë, duke përbërë një rrezik të madh për jetën e qytetarëve dhe duke ngandalësuar zhvillimin ekonomik të madh të vendit. Aksidentet dhe dëmtimi i automjeteve janë gjithashtu një pasojë drejt për drejt e kësaj situate. Por përse ndodhin kaq shpesh këto probleme? Pse nuk janë marrë masa të qëndrueshme për rregullimin e rrugëve dhe përmirësimin e infrastrukturës? Dështimi për të adresuar këtë çështje ka krijuar një ndjesi të thellë frustruese tek qytetarët, të cilët shpesh kërkojnë përgjegjësinë e autoriteteve dhe ndihmën për të kaluar nëpër këto shpella që ndodhen kudo në rrugët e Shqipërisë. Mirë, Zoluzi, është pikërisht ajo që prekëm pak në temën e parë. Çfarë ka shkaktuar tashmë kaosin e rrugëve në Shqipëri dhe pse gropat janë kaq të zakonshme në vendin tonë? Kjo ka të bëjë me punën e ARSH-s, nuk mund të them apo të vetë endit pronar të rrugës në qendra të banuara. Pse ka ndodhur? Për fajt të tyre. Si mund të përmirësohet ky proces, zoti Luzi? Gropat e Shqipërisë. Sepse shohim që në të gjitha, po them, në rrugët e banuara dhe në autostrada gjithmonë kemi gropa dhe të cilat shkaktojnë edhe aksidente në disa raste. Sepse drejtuesi i mjetit kur vjen tek ajo, frenon përpara se të vejë, aty e lëshon, mund të ndodhë që të bëhet të çaj gomën, vjen makina tjetër dhe bëhet ai efekti domino që quhet goditje të një pasnjëshme të mjeteve me njëri tjetrin, ku mund të ketë lëndime në jetën e njerëzve. Pra, dihet që këto janë por unë nuk shikoj shumë këto gropat se në pjesën më të madhe të tyre nuk janë në rrugët urbane, në rrugët interurbane. Më tepër janë në rrugët lokale që janë brenda qendrave të banuara dhe ose rrugët lirëse të rurale, si quajnë në një formë tjetër, por kodi rrugë nuk i një rurale, i një lokale, rrugë lokale, interurbane apo urbane. Qartë. Por a ka pasoja serioze, zoti Luzi, për sigurinë publike për shkak pra të këtyre grupave që ndodhen në rrugë dhe sa mund të rritet numri i aksidenteve në këto raste? Nëse do të jetë me gropa, unë mendoj që risku do jetë tepër i lartë. Unë shikoj që pjesa më e madhe, flasim gjithmonë se shpejtësia e lëvizjes në qytet është rregulluar me ligjin kodin rrugor, është 40 km/h. 20 km/h nuk është një shpejtësi shumë e vogël, është shpejtësi e konsiderueshme. I bie 11.11 metra për sekond lëvizja e mjetit. Do të thënë në një sekond mjeti lëviz 11 metra. Ose jashtë qendrave të banuara kuptohet që ajo është problematike. Po në qendrat e banuara shikohet gropa, mund të kesh kohë të vrenosh, të zbutish goditje në to apo forma të tjera. E qartë. Pikërisht për këtë çështje, zoti Luzi, a janë autoritetet lokale të pajisura me burime të nevojshme për të zgjedhur këtë problem që ndodh në vendin tonë dhe sigurisht apo kërkohet një tjetër angazhim më i madh nga shteti? Nuk e kuptova pyetjen, lutem. Atëherë, a janë autoritetet lokale, zoti Luzi, të pajisura me burime të nevojshme pra për të zgjedhur këto probleme që po diskutojmë apo kërkohet edhe një angazhim më i madh nga shteti? Autoritetet lokale ose pushteti lokal është endi pronari rrugës brenda qendrave të banuara. Kë pret ai që t'ja konstatoj këto? Ai që në bërjen e një grope, se ka infrastrukturën e nevojshme, që në bërjen e një grope, ai duhet të marrë masa, jo ta lejë të vazhdojë më tutje. Të bëhen gropa të mëdha sa të humbas mjetet, apo të prishet rruga tërësisht. Ku do t'ja kërkojnë ata veç vetes tyre? Qartë. Ndërkaq, zoti Luzi, a mund të implementohen dhe metoda më të mira për ndihmë dhe mbikëqyrjen e këtyre projekteve pra të rregullimit të rrugëve, që japim fund, po them, edhe problematikave që po ndodhin tashmë në Shqipëri pikërisht për aksidentet? Po të viren në eficiencë, mund të them, ose në punë, viren levat e nevojshme të cilat ekzistojnë, qoftë në shoqëria civile që ka shoqata të ndryshme OEQ të cilat veprojnë në këtë drejtim, mendoj se riparojnë shumë thjesht. Se i përket gropave që kemi në rrugë, pra që krijojnë dhe sigurisht po themi që janë normale gjatë gjithë kohës, por a kemi ne kompani të cilat paguhen që këto gropa në rrugë të riparohen